Kjo ishte pamja sot në hyrje të qytetit të Shkodrës, ku aksioni për prishjen e ndërtimeve në kuadër të rikualifikimit të kësaj zone ka vazhduar deri në orët e vona të së njëjtës. Ndërsa sot vëret se pronarët e subjekteve që u shemben nga ky aksion po punonin për largimin e materialeve të mbetura. Star Plus pyeti qytetarët lidhur me këtë investim të rëndësishëm infrastrukturor. I shërben shoqënisë komplet kjo rregullim, asgjë më tepër. Shkodra bëhet më e bukur. Mirëboll më që e kanë bërë, me bëktën e hap këtë vend, me pastru këtë vend për ty në fundrinave. Ja marrë, e kanë shfrytzuar tani jetën pa paguar si san. Edhe me mujt mi denoncu edhe ata që ja kanë dhënë drejtën për mi në këtu. E mi banë në të paliqme. Si nuk i shërben qytetit më. Kja hapet në dritë, dhe në dritë disa, kjo liqen i mrekullushëm. Na kena këtë pasoni e zdina me e vlerësu. Qose do të kthehemi të qa ka kënë kja, pra po prishim këta që kanë pa qyvë në pa leje ose kanë nërhy në një vend, kjo është pazari vjetër. Qose do të kthehet kja në origjinë, është pazari vjetër. Hajde të bëjmë një projekt ballështor, të bëjmë pazarin, kthehet edhe herë në origjinë. Lulisht është tjetër gjasë, është metet një hapësinë bosh. Ndërhyrja është shumë e mirë këtu. Pastërtia duhet, megjithëse janë fut të bë pastrimin e këtyre ndërtesave që i kanë prish. Po mirë duket e herë. Inshallah pa bajnë këtë rrugë. Kemi Shkodrës sa gjë madhe. Inshallah, shpresoj. Në këtë fazë do shembull 10 objekte kryesisht bare, restorante dhe njësi të tjera shërbimi, të cilat tashmë kanë përfunduar procedurat e shpronësimit. Projekti i ri për hyrjen e qytetit të Shkodrës, i financuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe mbështetur nga qeveria, synon transformimin e kësaj zone në një hapësirë multifunksionale dhe rekreative. Ky projekt përfshin krijimin e një parku prej 18 hektarësh që do përmbajë mjedise sportive, shëndetore për këmbësor dhe biçikleta, pika panoramike për shijuar pamjet e liçenit, si dhe hapësira për aktivitete dhe koncerte. Pjesë e projektit janë edhe fushat e reja sportive dhe një moljeri që do lidhet me molet të tjera në Shirok dhe Zogaj.